19 monumente të trashëgimisë kulturore në Shkodër nuk ekzistojnë më, 2 janë shkatëruar totalisht, 17 rrezikojnë qëndrueshmërinë, 12 janë tjetërsuar, 78 kërkojnë ndërhyrje emergjente, ndërsa vetëm 20 janë në gjendje të mirë. Ky është bilanci tragjik i Drejtorisë Rajonale të Kulturës në Shkodër pas një inventarizimi të bërë pas afro 40 vitesh, një bilanc i cili të frikson dhe një alarm për këdo, sepse 128 monumente në një të nesërme të afërt mund të zhduken ashtu siç ka ndodhur me 21 prej tyre. Flasim për qytetin e Shkodrës, ku saktësisht janë 293 monumente me 12 zona të mbrojtura. Komplet qyteti ka 150 monumente. 19 nuk ekzistojnë fare, pra ekzistojnë si emër në listë, por nuk ekzistojnë fizikisht si objekt. 2 janë krejtësisht shkatërume. Monumente që rrezikojnë qëndrueshmërinë e tyre janë 17, monumente që janë tjetërsu janë 12, monumente që kërkojnë ndërhyrje imediate janë 78. Dhe monumente që janë gjendje të mirë janë 20. Problem madhor mbetet pronësia për shumë objekte që gëzojnë statusin e monumentit. Çështja e pronësisë sjellin shumë problematika për sa i përket restaurimit të monumenteve. Përderisa pronarët nuk heqin dorë nga banesa, domthonë nuk mund të kalojnë në privatizim ose shteti t'i shtetizojë. Derisa këto gjëra të riparohen, ketë marrëveshje mes pronarëve, domethënë shteti rrin status quo. Ministria e Kulturës ka një vëmendje për monumentet. Ministria e Kulturës në politikat e saj, bashkë me institucionet e varësisë, i kanë në qendër vëmendjes për mirëmbajtje fillimisht dhe në rastet kur shifin emergjenca dhe ndërhyrje të menjëhershme mund të ketë investime. Drejtoria Laçej bën të ditur edhe një bilanc të punës për 3 vitet e fundit. Respektivisht që nga viti 2013 nuk ka pas asnjë monument të shpallur monument kulture. Në 2014 janë shpallur 10 monumente dhe në 2015 517 monumente janë shpallur rishtazi dhe janë futur në listën e monumenteve të trashëgimisë kulturore. Monumentet e verifikuara në vitin 2013 ka pas 0. 2014 855 monumente. Në 2015 925 monumente janë verifikuar dhe janë kartelizuar. Monumentet të përditësuara, detajim më të hollësishëm për një pasaportizim të këtyre monumenteve, në 2013 po përsërit 0 monumente. Në 2014 është bërë 70% e kartelizimit. Në 2015 rezulton me 1892 monumente. Në rast se pjesa më e madhe e monumenteve të trashëgimisë kulturore në Shkodër zhduken, tjetërsohen apo shkatërrohen, atëherë nuk mbetet asgjë për t'i treguar brezave, ashtu siç historia kulturore fundoset për të mbetur vetëm në faqet e librave, ndërsa ne që jetojmë sot me të drejtë do na akuzojnë si fajtor që nuk bëjmë asgjë për të ruajtur vlerat kulturore që mbartin këto objekte në Shkodër.